Rreshtet e shiut dhe dëborës kanë sjellë problematika të ndryshme në territorin e qarkut Shkodër. Gjatë gjithë natës borpastruesit kanë qenë në punë për të mbajtur të hapur aksin qaftëthor e Theth. Përmes një njoftimi në rrjetet sociale, kryebashkiaku Benet Beci u ka bërë thirrje qytetarëve të shmangin qarkullimin e panevojshëm në aksin rrugor Bog qaftëthor e Theth, me qëllim krijimin e hapësirës së nevojshme për ndërhyrjen e mjeteve borpastruese dhe pastrimin e plotë të segmentit rrugor. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve dhe qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal, të ndjekin udhëzimet e strukturave përgjegjëse dhe të informohen vazhdimisht për gjendjen e rrugëve. Në bashkinë Vaudejës, rreshtet e shiut kanë pushuar për momentin, megjithatë në disa njësi administrative janë raportuar shkëputje të energjisë elektrike, ndërsa grupet e punës ndolën në terren për rikthimin e furnizimit. Ndërkohë në bashkinë Fusharës vijojnë rreshtë shiu me intensitet të lartë, janë raportuar rënje gurësh dhe dherash në rrugët rurale, por akset mbeten të kalueshme dhe qarkullimi po zhvillohet pa probleme. Në bashkinë Puk, rreshtet e shiut vazhdojnë të shoqëruara me erë të fortë, por deri më tani nuk raportohen problematika apo dëme. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes, veçanërisht në zonat malore dhe akset e prekura nga kushtet e motit.